Thot pejgamberi alayhis salam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lejlil mudhlim. Vëllazër, që ky hadith është shumë interesant. Jam i sigurt e keni dëgju, madje keni dëgju shumë herë. Por është hadith shumë interesant, edhe është hadith shumë aktual. Ky hadith ka aktualitet. Thot pejgamberi alayhis salam, prijuni me vepra të mira momenteve të sprovave, fitneve, të cilat vinë si copat e errësirave të natës. Shikoni, ne jetojmë kohë moderne, po nëse shkon në një zonë ku ka mungesë të ndriçimit publik, edhe sa më shumë depërton në thellësi të asaj zone, po flasim një zonë që nuk ka ndriçim publik, sa më shumë depërton në thellësinë e asaj zone, copat e natës edhe errësirës dëvijnë sikur rret. Shikoni çfarë përshkrimi preciz edhe artistik i pejgamberit alayhis salam. Por e ka sjell këtë shembull figurativ duke e krahasu copat e errësirave të natës me sprova. Badiru bil a'mal, prijuni këtyre sprove të rrezikshme, prijuni me vepra të mira. Shikoni sa janë të rrezikshme këto sprova, këto fitne. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Thot, zgjohet në mëngjes ndonjëri për juve besimtar, e kur vjen akshomi nuk i mbet iman në trupin e tij, bëhet kafir waliyadhu billah. E nxen nata besimtar, hin natën me fjet si besimtar, por zgjohet mëngjes pa iman waliyadhu billah. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, e shet, shikoni tash e tregon për pejgamberin sa në fund rezultatin e dhimbshëm të kësaj ngjarje. Thot, e shet fen e tij me një interes shumë të vogël të dunjas, me diçka prej dunjas, e shet fen e tij, e hub fen e tij. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi. Shikoni tash, Imamu Nawawi rahimahullah këtë hadith e ka sjell në kontekstin e kapitullit ton, shpejtimi dhe nxitimi në punë të mira. Badiru bil a'mal, prijuni, bëhuni nisëmtar me vepra të mira, para se mi ardhë këto sprova sikur vinë copat e errësirave të natës, edhe për një moment të hup orientimin. Besoj gjithë këtu jeni parimisht shofera, nëse je duke vozit në një zonë ku ka mungesë të ndriçimit publik, për një moment të hup orientimin, kur të vjen një copë terë, pum, edhe ti për një moment tutesh, edhe e hup ekuilibrin e timonit duke vozit. Kështu e naudhu billah sprovat të cilat e goditin imanin, e kanë për qëllim imanin. Prandaj tha pejgamberi sa zgjohet ndonjëri për juve besimtar, e kur vjen akshomi nuk ka iman waliyadhu billah. Në fund thot, e shesin fenë e tyre me një interes shumë të vogël nga jeta e kësaj bote.